Me 6 tetor, Kosova shkon në zgjedhje. Qytetarët e vendit tonë do të dalin për të votuar kryeministrin e ri. Në këtë kohë zgjedhje, shumë njerëz po mbështesin Ramush Haradinaj. Marr parasysh tubimet e tij me një numër të madh njerëzish, por edhe persona të shumtë nga fusha e artit. Shumë artistë shqiptarë janë për krahjet e AK-s për Haradinajn si kryeministri i Republikës së Kosovës. Nisur nga Labino Tahiri, këngëtari i mirënjohur shqiptar ju bashkua Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe për krahjen e tij për Haradinaj e dëshmon vazhdimisht përmes rrjeteve sociale dhe kudo në tubime me qytetarë. Pas tij, edhe njerëz nga aktrimi ju bashkuan kësaj partie. Aktori nga seriali më i njohur vendor, Osamir Jeton Zogjani. Prej sot, AK si është bashkuar një prej aktorëve më popullor të skenës, Jeton Zogjani, kënaqësi t'ju uroja mirëseardhje në familjen tonë politike. Një zë që e rrit fuqinë tonë për 100% Kosova, ka shkruar Haradinaj në Facebook në ditën e njoftimit. Për krahjen e tij për AK-n dhe Ramush Haradinaj si kryeministër vazhdimisht e ka shprehur edhe frizeri më i njohur shqiptar Kaci Leshi dhe Zoja motra e tij. Emrat të tjerë të njohur nga muzika si Aida Doçi, Adila Berisha ishin po ashtu të pranishme në disa tubime të kryeministrit në detyrë dhe partisë së tij, duke dëshmuar kështu publikisht mbështetjen e tyre për këtë parti politike. Pëlqimin për Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës e kanë shprehur edhe ish çifti më i njohur i estradës Nora dhe Roberti. Dyshja për krajin të njëjtën parti dhe këtë dëshmuan një javë më parë përmes Instagramit, ku vu në profile Besnik Tahiren, kandidat për deputet nga koalicioni AK-PSD. Përveç këtyre emrave të njohur të artit, partisë e Haradinajt ju bashkua edhe së fundmi trajneri kampionës së judës Marina Kelmendi, Driton Kuka. Sot jam jashtëzakonisht i nderuar me vendimin e Driton Kukës, një ndër herojtë e sportit tonë. Trajneri i suksesshëm dhe meritor që Kosova ka fituar qindra medalje të arta në judo, si bashkohet familjes së madhe të Aleancës. I pa kompromentuar në asnjë aspekt, ai pas që ngriti yjet e përmasave globale dhe arriti të sjellë Kosovës medaljen e artë olimpike, është biri i Ali Kukës, kryetari të partit në ndegës së AK-s në Pej, Dy Korriko. I lumtur që edhe një antar i familjes e respektuar adetare Kuka po e vazhdon traditën me Aleancën. Nga prifte mbara, ka shkruar Haradinaj ndërsa dha lajmin për Kukën. Nga fusha e sportit për krahjen për AK-n edhe një nga ish-bokserët më të suksesshëm shqiptar, Luan Krasniqi, teksa nuk mungon asnjë moment edhe mbështetja nga reperi i njohur Ariana Gushi, i njohur si Gold AG. Këto personazhe publike dhe shumë njerëz të tjerë nga fusha të ndryshme ju bashkuan AK-s dhe Ramush Haradinajt për kryeministër në zgjedhjet e 6 tetorit.